Të nderuar miq, në fillim të kësaj jave, e cila pritet të jetë e ngjeshur dhe me vendime mjaft të rëndësishme, do të flasim për të trajtuar me mikun e emisionit ton, Zaçe Islami, i cili është i pranishëm në shtëpitë tuaja me analizat dhe opinionet për zhvillimet kryesore të vendit, trojeve shqiptare dhe me gjërë. Avokat, të përshëndes dhe të falenderoj shumë. Dhe unë të falenderoj për ftesën dhe për mikpritjen e her pas hershme në kanalin tuaj, por sot desha ta filloja me një problem që kemi këtu në lagjen tonë ku banojmë, në Shallvare. Çka ka ndodhur avokat? Në investim aty apo? Po, investim për banditët e bashkisë. Ne na bëhet një diskriminim i jashtëzakonshëm gjithë banorëve këtu të ky bloku jon, të ky supermarketi Konad. Kanë vënë një tabelë atje që nuk lejohet, thot, kalimi makinave dhe ne duhet sipas logjikës së Bashkisë Tiranës dhe Policisë Bashkiake duhet që të mos mbajmë makina fare. Të ikim, të lëmë shtëpi, të lëmë dhe makinat edhe të marrëm male, se ne kemi shtëpi këtu, kemi familje. Po, kjo situatë kështu ka qenë apo tani ka ndryshuar, sepse nga ajo që kemi folur bashkë është herë e 4 apo e 5 që ju e ngrin zërin për të shqetësim kohët e fundit. Jo, kjo situatë kështu ka qenë, por gjobat vini i bëjnë me telefonata, kur i do qefi në një nga këta deputetët që kemi këtu përballë, Pallatin e Deputetëve, dhe nga vën gjoba. Pra, këto nuk janë gjoba në zbatim të ligjit, dhe këtë duhet të kuptojnë qytetarët shqiptarë dhe të marrë vesh pse ankohen. Nëse do bëhet fjalë për zbatim ligji, atëherë të njëjtin ligj duhet të zbatojnë dhe për blokun tjetër me atan që është një lloj si ky joni këtu. Andej lejon makinat e banorëve, këtu jo. Pra, veç kësaj, dakor, mirë, nuk lejon. Atëherë nuk do lejosh ditë për ditë dhe nuk do lejosh bizneset. Këtu vinë furgonat të bizneseve, furgonat të shkollave private, çfarë nuk vjen? Nuk u thot njëri gjë. Dikur, në një moment caktuar, në një ditë caktuar, se kur gdhiet me oreks të mirë, ajo kryetari e Policisë Bashkiake, apo drejtores që është ajo, se më ka thënë që është një grua, atëherë vjen në vëgjoba. Kjo është grabitje e pastër. Është grabitje e pastër e qytetarëve. Grabitje që shfrytëzon të drejtën që të ka dhënë shteti dhe populli shqiptar që të vësh gjoba. Është grabitje dhe unë këtë grabitje e denoncoj në mënyrën më të ashpër dhe kërkoj nga SPAK-u të merret me drejtorinë e Policisë Bashkiake dhe të shikoj ky ligj është selektiv, bëhet për të gjithë apo bëhet në çdo ditë apo bëhet me fushata. Dhe pse disa makinave u kanë vënë gjobë dhe disave jo? Pse ky selektiv? Pra këtë desha thosha që në fillim dhe të kërkoj ndjes. Jo, faleminderit avokat që e shtrua, sepse është një shqetësim i komunitetit dhe të gjitha do t'i trajtojmë, pa doreza. Të gjitha shqetësimet e komunitetit do t'i dëgjojmë edhe shpresoj që të bien edhe në vesh të institucioneve. Shpresoj. Avokat, për hyrje politika e madhe, këtë javë kemi të ngjeshur sepse sot pritet vendimi i grupit të Partisë Socialiste, ku Ulsi Maja do të lexojë raportin. Se çfarë do të vendos më pas shumica me kryeministrin në krye, kryetarin e Partisë Socialiste për Belinda Ballukun për seancën që do mbahet në 12 mars, ku dhe Partia Demokratike, Sali Berisha, ka njoftuar një protestë për t'i bërë presion që të hiqet mandati, pra të hiqet imuniteti për dhënien e autorizimit SPAK-ut për kryen e mëtej të masave, pra arrest shtëpia apo arrest me burg. Ju si mendoni, avokat, fakti që kryeministri si fillim e shkarkoi, do të thotë që tani po e çon drejt asaj apo do mjaftohet me këtë masë siç është paralajmëruar? Së pari, në listën e deputetëve që duhet të hiqet imuniteti duhet vjet Ulsi Manja. Dhe pastaj këta të tjerët. Ulsi Manja i dosjes 184. Ai është harruar, po shikojnë tot fresk këta.
si harrojmë neve pa mirë. Pra, këta janë ca bisha që vërsulin kundër njëri tjetrit, mbrojnë njëri tjetrin, mbështesin njëri tjetrin, grabisin bashkë, dhe vjen momenti pasaj kur ushtërnohet që fillon ligji të veproj, duan të dorëzojnë një apo dy dhe të shpëtojnë të tjerët. Këtu problemi ishte tek Edi Rama. I pari duhet vej të hiqet imunitetin dhe të dorëzojë detyrën e Edi Rama. Gjithçka që bëjnë tjetër është thjesht më ka thënë na me lagojnë, është thjesht për të tallur me opinionin publik, për të thënë që shiko se ne do bëjmë atë, do bëjmë këtë, por nga ana tjetër po i them, nuk do t'ja heqin imunitetin. Nuk do t'ja heqin. Jo, nuk do t'ja heqin sepse pas asaj do vej Edi Rama direkt. Nëse ajo ka ndërmend që të flasi se unë si qytetar, si jurist i Bisiri asaj zonjës, që të vej të thotë të vërtetën. Duke kërkuar garanci nga shteti që të mbrojt, të mos pësoj gjë nga këta banditë që ka punuar me ta dhe po punuar vazhdimisht. Pra, të sigurojnë jetën edhe pastaj e do flasë me që kemi atë punë. Po shenjat janë sigur pëseja është bunker, është e fort. Apo ka pasat si ka Piropali, po vetëm e fort që nuk është. Ata brenda me njëri tjetrin u pa dje partia kur u pa që nuk kishte votat për të miratuar një ligj, partia të pronten, të çariste. Nuk miratuan dot një ligj. 67 vota kishin. Po vërtetohet ajo që kam thënë unë juve në disa radhë, një dy radhë të kaluara që atyre do të vijë keqja nga brenda se ndryshe nuk mund të ikin. Dhe avash do të ikin dhe deputet të tjerë. Nuk do votojnë dhe kaq. Dhe aktualisht për pasojë domethënë do bjerë qeveria. Se nuk ka shumicën. Është mund të jetë Piropali ajo që ti u heq këta duke qenë se ajo ka hedhur ca viskla në seancat e fundit, ajo me Berishën besoj ju e dëgjuat avokat. Ato I dëgjova ato avokat apo jo. I dëgjova, i pas ajo shikoj më në fund e ka ditur, po më në fund e denoncoi bashkëpunimin Rama Berisha. Se deri dje nuk kishte foto. Ajo tha që këta janë bashkë, derisa ai e dinte që do më shkarkonte, apo jo. Kështu e keni fjalën. Jo sipas mendimit tim. E dinte mora ajo dinte që i bashkëpunojnë, e shikojnë dhe gurët e rrugës tani dhe budallëtë shikojnë që ata bashkëpunojnë. Do marrim një rast. Do shkojmë në Shkodër, në Rjoll. Pse nuk po ndihen Sali Berisha opozita? Vajten aty ishin një 3-4 deputet atje. Pse nuk po ndihet Berisha po të them? Pale kush deputet që ishin? Qa ishin ata deputet? Pse? Të zonës të qarkut të Shkodrës para një javë në Mosgabon. Kryetari i ashtu kryetari i opozitës Sali Berisha, pse nuk e denoncon Rjollin? Ai tha që unë i kam përshtatur. Dëgjoj zotëri. Nuk është se po e mbroj. Thjesht po them fjalë. Të shpjegoj një mekanizëm tani. Po. Para 2 vjetësh në Mosgaboj u bën kryeministri i Shqipërisë mori në varësi direkte të tij agjencinë shtetërore të kadastrës. Fill mbas këtij kalimi të agjencisë shtetërore të kadastrës në dorë të Edi Ramës kanë filluar grabitjet e pronave të qytetarëve. Po si i grabisin, se nuk mund të dalë direkte e thotë që do ta marrun se e dua unë. Po që bëjnë në çdo ASHK kanë grupe e keni fjalën për mekanizmi që më keni shpjeguar çik me garazhin. Bravo. Kanë grupe topografësh të cilët ndryshojnë hartat kadastrale të qyteteve dhe të fshatrave dhe pronat shtetërore, pronat private i emërtojnë pronat shtetërore. Dhe duke qenë mbasi kanë emërtuar pronat shtetërore, atëherë shteti, domethënë Edi Rama, ka të drejtë që t'ia shqesi këto prona kujt dojë ai. Dhe në këtë mënyrë vidhet prona e qytetarëve shqiptar, që tërsohet në mënyrë abuzive, hajdute
grabitqare në zyrat e ASHK-s dhe u merret dhe u jepet pasaj këti si e ka ky i Riollit që Bashkim Ulaj. Ajo është një pronë 150 hektarë, s'ka për bashkirë lotëri. Por ne kërkojmë 600 metra katror, të lutem, 600 metra katror që i kemi me letra me tëra e s'po na japin. Ati japin 150 hektarë. Ku i kanë sytë të shqiptarët? I kanë sytë të balla apo jo? Avokat, nuk është se duhet mbroj atë ose ne parë se s'është jam i përfshirë atje, por me atë që kam dëgjuar, ai në mos gaboj, investitori ka deklaruar që kontratën e ka me atë që i ka bler tokën. Edhe nëse problemet duhet i zgjidh ai që i ka bler tokën, pra jo investitori. Pra ata më duket se një tjetrin atje, pronarët që ka bler tokën, jo investitori. E para dënohesh të blesh një mall të vjedhur. Ku e di ai? Dënohesh. Të lutem. Ky pronar i kësaj toke, kur është bërë pronar ky shpeza si e ka ai? Kur është bërë pronar? Në vit. Sa dokumenti ka të 46 që ka qenë pronari këtij trulli? Dhe si u dhën ka një personi 150 hektarë? Ore ta vjen ditët për diell, më vjen dua unë sot ta marr dhe pik. Kjo është që po bëhet. Dua ta marr dhe pik. Të vjen hajduti në shtëpi të drejton armën dhe thot, nën parat të brava. Eksaktësisht kjo po bëhet. Ndaj unë e denoncoj me fuqinë më të madhe qytetare, juridike, njerëzore, shpirtërore, këtë grabitje që po bëhet, që kërkojnë të bëjnë qytetarëve të Riollit. Nga ana tjetër, unë nuk është jam mendoj një, po këtu mendoj që fajin më të madh e kanë gjykatat, sepse japin njëri të drejtë, japin ti ke drejt, ti ke hak. Edhe njëri merr një letër këtej, tjetri një letër andej, edhe secili mban një letër në dorë, ndërkohë që nuk është se por ti bashkojnë këto çështje në një, edhe t'i japin drejtim njërit. Po i zvarrisin prej vitesh edhe nuk ka një qartë. Je edhe ti një grabit si vogël. Sepse këte kam sënun që baza e korupcion në Shqipëri është drejtësia, ata në ti mos me vit mendimet e mia dhe ato që them unë. Okej, po unë nga ju kam mësuar avokat. Mos me grabit. Unë jam bërë avokat. Baza e korupcionit, qendra e korupcionit është sistemi i drejtësisë, i cili është tërësisht në dorë partisë. Në pushtet. Kështu që ka mbaruar ajo punë, shqiptarët duhet të ngrihen të dalin zot pronës së tyre. Do marr një rast tjetër. Në Tepelen nuk i ftohet ish kryetari i bashkisë Tërmet Peçi, vetë edhe fut edhe deputet që bëse patjetër se do t'i mbrojë Dirama Hajdutët. Vetë edhe jep të drejtën të ndërtojë rrugë pronarit të fabrikës së ujit të ftohet në Tepelen. Dhe këtë rrugën nuk e kalon në truall shtet, po e kalon në truall të qytetarëve shqiptarë, që kanë dokument pronësie, gen plan dhe të tëra, duke dhe thot është pronë shtet, thot, ore zotëri. Mos është ajo video që ju e denonsuat një ditë, avokat? Po, pikërisht ajo është. Po ata avancojnë dhe nuk po të rriqen nga vendimi që kanë marrë. Edhe kryetari i bashkisë Tepelenës më thash pronë shtet, edhe të është pronë shtet, ndërsa në fakt në letra është pronë e të zotit. Ju keni pas një mendim pozitiv për kryetarin e ri në mos gaboj, avokat, para se të zgjidhej, ku ishte ngarë? Pres që ta zgjidh, se ai akoma nuk është prononcuar. Keni besim, tu e kam fjalën unë, që keni besim. Kam të drejtë që kemi besim dhe s'kam arsye të mos kem besim, sepse dalë se s'ka marrë vendim të prerë. Problemi është që policia e Tepelenës para pak ditësh, para një muaj sa u bë tani vajtën dhe e kanë sakatuar njerëzit, kanë marrë raport të mjeku ligjor. E ka rrahur, ka paslum. U atë rrahur. Pra në këtë rast unë i drejtori policisë Gjirokastër, që të shikoj veprimin e policisë, letrat, të marrë letra dhe të shikoj me specialist. Zoti drejtori i policisë Gjirokastër, nuk besoj të mos e shikosh, edhe po nuk e shikon vetë, do ta dërgojnë. Po të them kaq, merr dokumentat e familjes Muhaj, nga gjysati Tepelenës që janë pronarë të truallit ujit të ftohet.
merr dhe dokumentat që ka bërë bashkia, sepse bashkia thot të kaloj rruga në pronën shtet me numër katastral 401-22, ndërsa nga ana tjetër ai një krye grabitës që kanë vënd të IVMT të Pelenës, një dritan me mushi, e kanon të prunë e këtyri dhe thot është prunë shtet. Pra dritan me mushi të dhe thot e quajnë prunë shtet dhe baroj. Këtë tilla grabitje i vinë vetëm hajdutët tradicional që kemi pasur në Kurveles. Unë po pres të ndodh ajo që keni thënë gjithmonë avokat, që atje do shpërthej, por se kështu sporadike ka pasur. Po ja, këto janë shpërthimet, se nuk do marrin armët njerëzit. Këto janë shpërthimet. Ju i bët një thirrje drejtorit policisë Gjirokastrës, avokat, por ne do afrohemi çik më këtej tek qendra në Tiranë, sepse aty s'ka drejtor në qendër. Tani ç'a do bëj ai atje? Ti e di kurse është ai malli. Tani ç'a bëhet me Sokol Bizhgën, me këtë të komanduarin derisa të vijë ai tjetri? Sokol Bizhga, unë e falenderoj dhe e përgëzoj nga kjo kamera juaj, nga ekrani juaj, sepse këtë ditë në parë që mori detyrën zbuloi 520 policë që paguhen pa marrë, kanë 13 vjetë që marrin rroga duke qenë dhe jashtë shtetit. Po mos janë me mision andaj avokat. Qa do veturuajnë ato shtëpitë e barit në Angli? Ku janë? Po pra, Sokoli, lutem, Sokol Bizhga është kuadri vjetër i policisë shtetit. Berisha ka akuzat forta për të, nuk e di. Akuzat, kushdo i bën krimi akuzat për të. Po dhe Sokolin, nëse nuk zbaton ligjin siç e ka filluar, se ka filluar zbatoj ligjin. Unë prapë Sokol Bizhgës i drejtohem nga ekrani juaj dhe i them, zotëri, merru me policinë e Gjirokastrit dhe të Pelenës, se sidomos policia e të Pelenës është në ditën më të zezë, por jo se është më pak policia e Gjirokastrit që lejon të vetë të rrihen qytetarët në pronë të tyre, në shtëpitë tyre, në hall të tyre. Nuk ka bërë vaki kjo, ka mbetur vetëm gjë të marrën armët. Me çfarë të mbrojnë tjetër? Letrat i ka, dokumentat i ka, tëra i ka, a i thot i kishën do vijun, sepse do oligarku i fabrikës ujë që thot të Pelen të shkoj atje ku do ai. Jo më zotri jo. Ndaj, unë i drejtojmë Sokol Bizhgës, më një mirë dhe një mirë, për të mos thënë më tepër. Tash, më një mirë dhe një mirë, për të mos thënë më tepër. Edhe më rëndësishme që ai njeh dhe jugun shumë mirë, se andaj është në mos gaboj. Ai ishte nga Golëmi që ta dishti. Po, tani mos do të gjej kushëri avokat, se edhe ju andej. Ta them dhe këtë, e kam nip djalin e nipit tim, djalin e kushërisë, do në djatin e tij e kam djalin e kushërisë parë, vajzën Xhaxhait. Po kjo nuk ka rëndësi. Unë i drejtojmë zyrtarisht tani. Dhe i them, vurdor se atje korrupsioni dhe gjurmët e grabicit tërmet peçi janë pafund. Dhe të kontrolloj para që ka marrë ai tërmet peçi 300 milion lek që ka marrë për të bërë rrugën dhe i ka ngrënë ato e vete u futët këtyre qytetarëve tjerë në pjesë të tyre. Këtë të bëj policia e shtetit. Pra të vej të shikoj dokumenta, të marrë topografin, po ka nevojë vete unë i sqaroj unë, kur të duan, të më thënë se dhe këtu po desën se i kam letrat me vete, i kam letrat originale me vete, dhe të them, ja ku kalon, kush prona që duhet kaloj trasej e rrugës që ata zotërinjt kanë kërkuar të bëhet dhe që ka marrë 300 milion lek tërmet peçi, ja ku është dhe prona e këtyre, që ne nga këtu shkon këtu. Mari kishë shpjeguar madje për 1 minutë, tek video që pash, e kishë shpjeguar brenda 1 minutë, i 60 sekondash, të gjithë procesin atje. Pra, ku do të kalonte, ku po kalonte dhe pretendimit. Po dhe numrin e pronave, 401 fraksion 22 është vendi ku do kaloj, është dhënë leja për të bërë rrugën, 401 fraksion 3 është prona e këtyre, personalja me dokument pronësie me të tëra, me gen plan me të tëra. Pra ndaj them është grabitje, dhe grabitje, kush grabit? Grabit pushtuesi, dhe pushtuesi përballet me armë. Ndaj të mos vemi deri atje, po i them, ta dëgjoj Sokol Bizhga dhe gjithë policia e shtetit. Vini dorë, largoni grabitësit nga zyrat e shtetit. Ai e ka nisë me dorë të fortë brenda policisë avokat, por nëse do ketë ndoshta pak më Sokol Bizhga,
Dëgjoj zotëri, Sokol Bizga ka akoma plumbin në trup nga bandat e Vlorës. Sokol Bizga u plagosën në 96-ën, në qaf 6, në 97-ën. Sokol Bizga është oficer policisë shtetit dhe nuk i ka dalë emri për asnjë centez nuk i ka dalë emri për korrupsion. Berisha ka pas akuzat forta thot për tradhti, se ç'thot andaj. Me një koleg. Berisha dëgjoj. Berisha është si kurva që i thot kurvë si e ti më kurvë se unë. More vesh. Ato të lërë Berisha, që këtë kujdes Berisha. Berisha ka inat se Sokol Bizga e ka vën për parë prangat kur ishte kryeministri Ilir Meta. Aty është inati Berisës, se ju uli hundën. Se e ka arrestuar. Po patjetër. Por po ju them, ta gjën gjithë qytetarë shqiptarë. Kam besim absolut se e njoh Sokolin, e njoh mirë. E njoh mirë fare bile. Pra, Sokoli nuk të bën për vëlla në qoftë se ke shkelur ligjin. Dhe po e krahasoj me një personazh të një romani që e njeh gjithë bota. Te romani të Mjerët i Viktor Hugo është një polic i patundur, i palëkundur në zbatimin e ligjit. Zhaveri. Sokol Bizga është zhaver në zbatim të ligjit, zotëri. Nuk i afrohet dot kurkush dhe të thonë tiren për pjetë sa të duan. Unë, ajo që desha të theksoj, është që të vërë dorë në policinë e Gjirokastrit dhe Tepelenës. Pra ju thoni që ati duhet një mandat i plot, një 4 vite në policinë e shtetit për ta rikthyer në shina. Në duan të vënë rregull në polici, duhet lënë Sokolin atë të pastrojë policinë nga gjithë të emëruarit që marrën rroga kotë dhe që mbështesin krimin e organizuar. Vetëm Sokoli mund ta bëjë atë. Asnjë tjetër. Nga drejtuesi i policisë, avokat, ju besoni te ky konkursi një herë për ta mbyllur me këtë çështje, te konkursi për drejtorin e ri? Nuk njoh asnjë nga ata. Këtë që e njoh për këtë fola. Jo, flas te procesi, te integriteti i procesit, jo kandidaturat. Po lemoj se i dim proceset se si janë, po kandidaturat ka vënë kandidaturën ai Gledis Nano? Jo, ai akoma është në proces të fitoj gjyqin, s'ka mbyll ato para. E ka fituar gjyqin ai dhe s'po japin parat. Po nuk është ai në proces, harroje policinë se mund të bëhet. Avokat, po ministrat si u duken perspektiva e tyre? Sepse sa e nisën punën, nuk mund t'i paragjykojmë. Jo. Kësa i thonë që fillosh të arnosh pandallonat që kemi 100 arne. Nuk bëhet më kjo qeveri, harrojeni, nuk arnohet më. Sepse nuk po ikën themeli, nuk po ikën koka e korrupsionit që është vetë Edi Rama. Po nuk i ai, nuk ke qeveri në Shqipëri. Ke një pushtet të tillë që vjen aty dhe thot, i këti mos ri këtu në këtë lagje se nuk dua unë të ri. Mos maj makinë ti se nuk dua unë të të shoh me makinë. Ose dyshë do paguash do paguash parat, haracin. Dhe ne paguajmë harac sa që do qefi ndonjë deputeti këtu. Avokat, fakti që Rama dha urdhër pak ditë më parë në mbledhjen e kryesisë që të dilen terren bazë, të flitet me popullin. Pse ky mobilizim? Është ndezje e fushatës për zgjedhjet e vitit tjetër apo mund të kemi edhe një lëvizje të parakohshme? Edi Rama, nëse do që të marrë vesh dhe nëse do që të mësoj të vërtetën, por që nuk do as me fjalë fare i tallet, po të donte të mësonte të vërtetën, do vinte këtu, do kontaktonte me neve, do dërgonte njerëzit. Dhe do thoshte pas shkoni atje se ky qytetari që flet kështu ka një hall. Do ketë një problem. Nuk është çmendur që të dalë të bërtas skoti. Por nuk e bën këtë. Ai dërgon ata që i bëjnë qefin, edhe vjen atje dhe i thonë mos ki merak se çdo gjë është në rregull dhe nga ana tjetër që policive të rreth qytetarin në Tepelen i kap grose botës dorën e pas para 3 ditësh gjatë Tepelen e kishte dorën daulle, të ëngjur. Po rrihen gratë, preken gratë në Shkodër, kuptosin që polici ka hyrë, se që njerëz kanë hyrë në polici, kanë hyrë patrolazhistët më të egër, militantët më të egër të Partisë Socialiste. Ata që hyrë në 21 janar me shkopinj dhe me gur, me drurë dhe me gur dhe qëlloni policinë. Ata janë në polici.
Edhe një ndëshkim, ish drejtori e mori avokat se nuk u hodh molotovit e Vila Enverit, direkt u shkarkua. S'mori masa, ishin turistët mbrënta, hajde. Shiko, ajo ndëshkuar se u godit Vila Enverit, jo se kishte drejtuar policin keq, jo. Po se që ishin turistët mbrënta, domos. Po çfarë ndodhi, se ajo është thjesht simbolike, ai dënim. Për t'i thënë që këtu s'prekemi neve dhe vilajon, pastaj lese është temë shumë e gjërë. Do hymë pastaj do shikojmë që këtu gjithçka është komuniste. Pik. Ne jemi në diktaturë, në një diktaturë të egër. Përveç SPAK-ut. Po ja e vetëm shpresë. SPAK-u dhe BKH-ja e janë vetëm shpresë. Ose këto e vjen në Vlorë dhe nuk vjen në Surrel. Këtë s'po kuptojmë me SPAK-un, çfarë ka. Po përveç kryetarit ju me strukturën keni besim, apo edhe për kryetarin keni filluar ndryshoni mendim të SPAK-ut? E kam thënë me koha ish komunist. Por duhet të ketë marrë urdhër të prerë nga ata që e paguaj. Dhe kanë thënë tani gjithë e merë. Unë kështu do bëja po t'isha në mëtatyri. Dhe do shajtë këtu t'i zotëri. Paguajmë neve, do bësh detyrën tja, po do shkosh brenda, si e ke halli. Edhe ju ashtu do bënit, por këdo zgjidhnit. Këdo zgjidhin? Jo, këdo zgjidhnit ju po tishit, sepse më thatë edhe unë po tisha ashtu do bëja, po për zgjedh këdo zgjidhnit. Ka sa të duash njerëz të shkëlqyer dhe burra të shkëlqyer që Jo, ta bëjnë. janë tek oferta, zgjidh dhe merr. Ka sa të duash thash burra të ndershëm që mund ta bëjnë atë detyrë. Por nuk e afron njerin në pushtet. Avokat, kam një çështje të fundit për diskutuar, e cila ndoshta është edhe më e rëndësishme. Pak ditë më parë në media qarkulloi një lajm për një email që i kishte ardhur kryeministrit nga dhoma amerikane e tregtisë në Tiranë, e cila i thoshte që duhet që ta anulosh tenderin për Porto Romanun, portin e ri Durrës, sepse është shumë i vogël edhe nuk i përshtatet kapaciteteve, kërkesës, pritshmërive për korridorin e 8. Edhe me këtë port, me këtë projekt që keni, që është shumë i vogël sipas atyre, i bie që vazhdon të jetë vend parë edhe gjitha madhrat, tregtinë e tjera të vazhdoj që të jetë në Greqi, në Pire dhe në Selanik. Edhe porti i Durrësit është shumë i vogël edhe det jashtë loje. Sipas tyre, ky është një projekt që bëhet një herë 100 vite, edhe nxjerr jashtë loje pozicionin gjeostrategjik të Shqipërisë në Ballkan, që mund të bëhet një port hyrëse, duke e kthyer një gjë të vogël aty. Sipas atyre, tani ju si mendoni, do ta dëgjoj kryeministri për ta anuluar tenderin? Madje ata thonin që edhe me zgjerimin e portit, me firma që mund të ishin amerikane, holandeze, turke, italiane, edhe ata do të kontribonin. Pra, do të kontribonin për projektin, për investimin, që Shqipëria të kthehej në një port hyrëse kryesore. Zotëri, këtu do ndalemi një çik, do ulemi këmbë kryq bashk. Po, prandaj lash për në fund, po. Shqipërinë e drejton një kryeministër që nuk është shqiptar, është hebre. S'ka asgjë shqiptare. As një gjak, as të komshi, jo, nuk është shqiptar. Një, e dyta. Është një zbatues i përpikt i kërkesave dhe interesave të shtetit grek në Shqipëri. E treta, nëse duan të bëjnë Shqipërinë dhe që Shqipëria me të vërtet të ketë një port për hyrje dalje në Evropë, është i shkëlqyer porti i Vlorës që ka thellësinë e duhur dhe pozicionin e duhur. U bë dhe rruga transballkanike që quhet në Vlorë, po e keni parë, po keni shkuar, me atë qëllim është bërë, po këtu është sabotuar korridori 8, këtu është sabotuar porti, këtu është sabotuar gjithçka. Dhe kush e dha, se do shkojmë te origjina, kush e dha atë tenderin për portin e Porto Romanon, e dha lëngu, vëngu, drëngu, bëngu, ç'kjai që drejtori i portit Durrësit. Pra një grek, me shtetësi dhe komsi greke. Ose këtë tjetëri që se janë një 3-4 që grek që janë me komsi, me shtetësi greke që bëjnë ligjin në Shqipëri.
Pra është sabotuar me qëllim, duan me çdo kusht që Shqipëria të mos bëhet. Jo të bëhet, të mos bëhet. Po e godasin në pikat më nevralgjike që mund ta godasin. Dhe praktikisht ne jemi të paralizuar si shtet, dhe si kombë dhe si ekonomi. Ne presim që do na vi ndonjë euro nga jashtë ose ndonjë dollar nga jashtë. Pra, në ka politikan me cipe dhe me fytyrë në parlamentin shqiptar, duhet të ngrihen dhe ta zënë përfytja të kryeministit kur vetë atje. Dhe të thonë, këtë radhë ti mos Çelbilçeni. Qa keti, pronë keti Shqipërinë ta bësh kur do ti edhe të zbatosh interesat greke? Pra i thoni që është dorë Greqisë këtu avokat që ka ndikuar. Absolutisht po, 100%. Garantoj për këtë. Po dëgjoj avokat, tek emaili, po sipas medjave, aty dhoma amerikane tregtisë nuk thoshte që shiko, ne mendojmë se kështu ose sa ashtu. Ore duhet ta bëni kështu, duhet të rhiqeni. Tani do t'i dëgjoj kryeministri, mendoni ju? Pra ishin si në formë urdhëruese ajo. Kryeministri njerë nuk i dëgjon ata, nuk do t'i dëgjoj, nuk do t'i dëgjoj, por kryeministri ka që na shpjegoj në shqiptarëve çfarë ka thënë Linda Rama, Linda me 5.000 emra, çfarë ka thënë në Amerikë në pyetje që ka marrë Ministria e Drejtësisë amerikane. Se ka atje gruan. Atje ajo është marrë 6 orë në pyetje. Çfarë ka thënë? Përse është pyetur, çfarë përgjigje ka dhënë, çfarë probleme ka, sepse ajo ka banka e ka pronat të mëdha shumë ajo. Pra këta kanë grabitur gjithçka që është pasuri kombëtare dhe pjesën tjetër pasaj dhe ta bëjnë në interes të grekëve, qoftë portet, qoftë rrugët. Po, avokat, tani pak ditë më parë SPAK-u pat një kontroll andej, mori ca dokumenta, ca dosje për këtë tenderin e Porto Romanos. Ndoshta edhe si presion para emailit. Ta çoj deri në fund, nuk e dim çka bër, se ata as që bëhet fjalë që mund të na japin informacion neve për punën e tyre. Jo, them, dhe ne nuk si dorë zgjatur presioni nga Shtetet e Bashkuara nëpërmjet instrumentit SPAK-u, që nëse dëgjoni me të mirë. Jo, nuk është presion, s'ka pse të jetë presion, është ditën për diell, fare e qartë, fare transparente, lotërit të zbatojnë ligjin dhe të shikojnë interesin kombëtar shqiptar, se amerikanë nuk janë budallet, mos e shikojnë që po sabotohet gjithçka në Shqipëri në interes të huajve. Ata e thonin shqip fare në email avokat që tani, nëse jeni në këtë rrugë, përfiton Greqia, ja linja e saj. Nëse nuk ndryshoni, po ndryshuat, bëhet Shqipëria port hyrëse për Ballkanin perëndimor. Që thoshte emaili apo që e them dhe unë? Jo, po këtë thoshte emaili që po e thoni dhe ju pra. Ja, jam në rregull. Unë se di se kam lexuar emailin, po është saktësisht kështu. Pra më shumë për mbrojnë ata, më shumë për na mbrojnë amerikanët në raport me fqinjet. Po se ky ne praktikisht Amerika po na mbron akoma se do të kishin llabruar me kokta. Për ne rroft Amerika është zotëri, se ne do ishim zhdukur nga faqja e dhëut si shtet. Pra, ky i shërben interesave greke 100% kjo është e vërtet. Dhe të dalë që më thot mua, e poshtë burr, të dalë në debat me mua në studio ku doj, të klani të topi ku të këtë qenë. Avokat, kam edhe diçka të fundit, sepse ndërkohë që ju po flisit, po ju dëgjoja, por është mbledhur grupi i PS-s, edhe paraprakisht Ulsimaja thotë që shiko për imunitetin e Ballukut, që ajo nuk është se është në zëvendës kryeministre dhe rrjedhimisht nuk është se prodhon një efekt juridik apo më thet thash ky vendim që mund merret sot. Ju si mendoni? Ja pra duan ta justifikoj që mos e s'paraqet të rrezikshmëri tani lëreni çkeni me të. Por këta janë fëllishëra, këta janë të pa fytyrë, të pa nder, këta janë të pa cip, këta nuk e kanë për gjë tradhtin, sepse në kushtetutin shqiptare është hequr neni për dënimi për tradhti. Këta janë tradhtarë zotëri. Këta kanë shitur interesat kombëtare. Këta që po bëjnë këta se ka bërë askush. Dënuan atë e sa të pas troptanin e vranë se gjatë me, ose nuk e di, shitja nuk shiti punë për të, po e vranë për interesat kombëtare. Kurse këta ditën për diell e bëjnë
grabitjen e pronës, grabitjen e pasurisë kombëtare, dhe nuk japin llogari fare. Çfarë donim shumë? Avokat, lufta do na prek apo jo, se më ngeli pa pyetur kjo në gjykimin tuaj? Se bordet po vinë vërtet, bordet e naftës, të ushqimeve, ka pas rritje të lehta, ndoshta do krijohen edhe ata na kujtojnë kohën e Covidit, po unë të paktën personalisht kam besim që ne do na mbrojë Amerika nga çdo lloj agresioni. Pastaj se mund të ndodhë nuk e di, po atë besim e kam. Aty mbetemi me shpresë, jo vetëm ne, por të gjithë, avokat. Unë të falenderoj shumë për bisedën dhe për çështjet që trajtuam. Faleminderit dhe unë që më dëgjuat dhe që më dhat mundësinë që ju drejtohem shqiptarëve nëpërmjet ekranit tuaj. Faleminderit ju, avokat, për gjithçka dhe jeni, sikur e thash edhe në hyrjen e shtëpinë e çdo shqiptari me mendimet tuaja troç dhe të vërteta, pra sikur ndodh në realitet. Unë të falenderoj shumë. Ditën e mirë.